Sa është faktori yt VIP? Zbulojeni në këtë video. VIP, lidhjet, informacioni dhe njohjet në Ballkan janë gjithçka. Të duhet një doktor, dikush në qeverisjen lokale, një automekanik, një mjeshtër apo drejtori i shkollës. Kontakt, rekomandim, veprim dhe zgjidhje punën. Por, e njëjta gjë vlen dhe për punën, praktikën, bursën apo karrierën. Kjo quhet rjetëzim ose networking. Sipas hulumtimeve, deri në 85% e vendeve të punës në sektorin e biznesit plotësohen përmes rjetëzimit. Shumë vende pune nuk shpallen kur publikisht. Në vend të kësaj, kandidatët të gjenden përmes rekomandimeve dhe kontakteve personale. Prandaj, punëdhënësit shpesh do ju kërkojnë 2-3 referenca të mira, fytyra të rëndësishme që ju njohin, ose një letër rekomandimi. Dhe po, ata vërtet e kontrollojnë ato. Bonus, njerëzit që ushqejnë aktivisht këtë rjetëzimin e tyre kanë deri në 3 herë më shumë gjasa për përparim në karrierë. Le të shohim si funksionon kjo në praktik, bazuar në histori të vërtetë. Neveni, 19 vjeç, nga Sarajeva, antar i një organizate rinore, shkon në çdo gjë, takime, seminare, konferenca, kudo që ka një sanduiç dhe PowerPoint, ai është aty. Njëherë përfundon në një takim për shëndetin seksual dhe riprodhues. Tema është shumë e rëndësishme për të. E ngre dorën, jep mendimin e tij dhe bum, dikush e vëre e fton në një trajnim kreditor në Bruxelles. Avion, hotel me 5 yje. Tema, menaxhimi i projekteve. Pas kësaj, ai përdor një uri të veta, shkruan projekte dhe shkon në evente të tjera. Në njërin prej tyre, një agjenci e OKB-s e vëre dhe angazhon për të promovuar raportin e tyre për të rinjt. Disa muaj më vonë, një fondacion i ofron punën e parë për të udhëhequr projektin e tyre rinor, sapo ka mbushur 20 vjeç. Tashmë, ai është një mini menaxher. Përmes rretëzimit, ai ishte në vendin e duhur, në kohën e dur, dhe ajo që është thelbësore, ai ishte i dukshëm. Por, në rjetëzim ka dhe disa formula. E para quhet mix. Nuk është e njëjta gjë të jesh i rrethuar dhe të shoqërohesh me 10 njerëz nga e njëjta fushë. Për shembull, 10 ekonomistë, si me 10 profile krejtësisht të ndryshme. Një rjet i përzierë ju sjell më shumë perspektiva, më shumë informacion dhe më shumë mundësi. Formula e dytë thotë: je mesatarja e 5 personave me të cilët kalon më shumë kohë. Nëse je vazhdimisht me ata që ankohen, asgjë nuk intereson dhe nuk duan të shkojnë përpara, guess what? I tillë do bëhesh edhe ti. Por, nëse je me njerëz që janë ambicioz, mësojnë, të motivojnë, nuk kanë talesa. Do të nxisin edhe ty. Okej, po si ta përmirësosh rjetëzimin tënd? Ja disa këshilla. Bëu i çmendur pas infove. Wikipedia, CIA, do me thënë ti gjithçka për çdo gjë dhe bëu informuar në maksimum cilat janë eventet që po ndodhin. Kush janë liderët kryesor të fushës që të intereson? Shkenca, IT, biznesi parkerisë, hoteleria, cilat janë organizatat që ekzistojnë? Kush jep bursa? Kur, ku dhe ku? Më shumë informacion është e barabartë me më shumë mundësi për ty. E tani, si ta bësh këtë? Ndiq Start.study, portalet, faqet e dobishme në Facebook dhe Instagram, podcastet, antarësohu në disa organizata rinore dhe lëvizni për evente, dhe ngadalë sqaron rrethin informacioneve dhe kontakteve kyçe. Je kudo, do me thënë shko në gjitha eventet e mundshme dhe të pamundura, konferenca, forume, panajire, tribuna, kampe, projekcione filmash, koncerte, seminare, trajnime, punëtori. Çdo event është një mundësi e re për njohuri dhe për kontakte, por shumë shpesh dhe për argëtim. Bëu i dukshëm. Në evente, ngri dorën, jep mendim, bën një pyetje, ose afro kokë më kokë gjatë pushimit, prezantohu, pyet për një këshill apo një praktik. Figurat kyçe e vlerësojnë këtë, dhe ti do të mbahesh mend. Skano dhe ndiq, njihi njerëzit VIP nga fusha jote, për shembull, nëse të intereson IT, gjë kompanitë kryesore të IT-s, CEO-n e tyre, menaxherët e HR-it, ekspertët. Bëj kërkime në Google, përdor LinkedIn-in. Ndiqi, shiko çfarë bëjnë. Kur ka ndonjë event interesant dhe ke një arsye, kontaktoj. Lidhjet, informacioni dhe njohjet janë faktori yt VIP për karrierën, punën dhe jetën. Zgjero rrjetin, bëhu i dukshëm, bëhu aktiv dhe shiko episodet e tjera me video të Start.